E titulluar Idromeno, Shkodra, mbretëresha e arteve dhe artistët e Alpeve shqiptare, ekspozita e qelur në Galerinë e Arteve Shkodër nga Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë, tërhoqi një numër të madh vizitorësh që në momentet e para të hapjes. Janë ekspozuar 113 vepra arti në pikturë, skulpturë, grafik dhe karikaturë, të krijuara nga 76 artistë me prejardhje nga Shkodra, Lezhë, Malësia e Madhe, Mirdita, Laçi, Kuksi, Puka, Peshkopia dhe Tropoja. Këto vepra janë marrë nga fondi i Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë, duke sjellë në vëmendje punime të spikatura të arteve pamore për më shumë se 100 vite, duke filluar me portrete të ralla dhe të pa ekspozuara më parë të Kol Idromenos. Është një ngjarje historike e cila përforcohet nga vullneti dhe bashkëpunimi i disa institucioneve të rëndësishme të Republikës së Shqipërisë, siç është Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Bashkia Shkodër, me gjitha fondi i Galerisë Kombëtare të Arteve, e cila menaxhohet, drejtohet me shumë përkushtim nga drejtori Olsi Laska, cili unë e përshëndes, bashkë me stafin kanë bërë një punë titanike këtë ditë. Te kjo ekspozitë është e veçanta se janë 5 vepra që ekspozohen dhe janë zbulime në autorsi ose që kanë dalë vepra të punuara nga artisti në të dy anët e pikturës. Në konceptin tim dhe të Olsit ka qenë që t'i shpërndajmë veprat e artit duke i nisur me një figurë shumë të rëndësishme të artistëve të Shkodrës. Dhe prandaj ndodh që kur të hyni do të balleni me Zef Kolombi në atë krah. Dhe nëse do hyni këtej do balleni me 2 artistë gjigant, siç është Lindelia, Simon Rota dhe më pas Jakub Keraj. Nëse do dilni në sallën që duket si një xhep i fshet, por që e kemi bërë paksa me një truk, do të gjeni motrat tonë të Kol Idromenos dhe një seri veprash të Kol Idromenos, cilët janë 2 në restaurim, si tha Olsi, por që ne i sollëm këtu për të parë edhe procesin e restaurimit, por edhe të procesit tjetër që ka Galeria Kombëtare e Arteve, të zbuloj vepra të reja. Të shumt ishin artistët e të gjitha moshave të pranishëm në këtë ekspozitë, por emocionet më të mëdhaj përjetuan sidomos ata më të moshuarit, të cilët gjetën aty punimet e tyre të realizuara shumë dekada më parë. Kam pas bën vitin 1979, qytetin e Bramcorit, me një dëshirë, me një frymëzim, me një studim të gjatë për figurën e herojt popullit Bramcorit. Jam mundu me kompozu mrena një shqipanje, motivet të rrethorat dhe janë motivet të Shqipanjës. Unë beson dhe në frymëzimin e kam tek zoja Shkodrës, me u thënë drejtën. Aty është zadrima, aty është lule dielli, lulja e diellit, aty është rozafa, aty është një fabull që nuk do ta bash nën me fëmijë se s'bën në vend aty. E konceptuar nga Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë si një pasqyrim i psikologjisë shqiptare në artet pamore, kjo ekspozitë mblodhi artistë nga të gjitha treva shqiptare, duke i dhënë një dimension bar kombëtar aktivitetit. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.